Depozita të reja nafte dhe gazi, bashkëpunim në prodhimin e armatimeve, menaxhim më të koordinuar të migracionit, projekte në shëndetësi, universitete dhe kulturë. Këto janë disa prej objektivave të marrëveshjes së re strategjike mes Italisë dhe Shqipërisë, e cila po shqyrtohet nga Parlamenti Italian. Traktati synon të shkojë përtej marrëveshjes së vitit 2023 për menaxhimin e emigracionit, që çojë në krijimin e qendrave për migrantët në Shqipëri dhe të krijojë një kuadër më të gjerë bashkëpunimi ekonomik, politik dhe institucional mes dy vendeve. Marrëveshja u nënshkrua më 13 nëntor 2025 në Rom, gjatë samitit ndërqeveritar, ku morën pjesë kryeministrja italiane Giorgia Meloni dhe kryeministri shqiptar Edi Rama, së bashku me ministra dhe përfaqësues të tjerë të dy qeverive. Pas miratimit nga Dhoma e Deputetëve, dokumenti do të kalojë në Senat dhe më pas për ratifikim nga Presidenti i Republikës Italiane. Vetëm pas përfundimit të këtij procesi, traktati do të hyjë zyrtarisht në fuqi. Meloni e ka cilësuar marrëveshjen si një hap drejt një bashkëpunimi më sistematik, që synon jo vetëm forcimin e marrëdhënieve tradicionale mes dy vendeve, por edhe integrimin e ekonomive dhe zinxhirëve strategjik. Megjithatë, në Rom, debati nuk lidhet vetëm me përmbajtjen politike të marrëveshjes, por edhe me një pyetje konkrete: sa do t'i kushtojë Italisë zbatimi i saj? Qeveria italiane pretendon se traktati nuk do të sjellë shpenzime të reja për buxhetin e shtetit, por zyrat e ekspertëve të Dhomës së Deputetëve kanë ngritur dyshime, duke argumentuar se një marrëveshje kaq e gjerë mund të krijojë kosto të drejtpërdrejta ose të tërthorta. Marrëveshja përbëhet nga 7 nene dhe përcakton kuadrin për bashkëpunim në 13 fusha kryesore: energji, mjedis, mbrojtje dhe industri ushtarake, mbrojtje civile, emigracion, drejtësi dhe siguri, infrastrukturë, shëndetësi, bujqësi, turizëm, kërkim shkencor, arsim dhe kulturë. Një nga sektorët më të rëndësishëm është energjia. Dokumenti parashikon bashkëpunim për projekte që lidhen me naftën dhe gazin, përfshirë depozitimin, rafinimin dhe zhvillimin e infrastrukturave energjetike. Shqipëria pritet të përfitojë nga teknologji dhe investimet italiane. Një tjetër fushë me interes është mbrojtja. Dy vendet synojnë të bashkëpunojnë në prodhimin e pajisjeve ushtarake, municioneve, sistemeve të mbrojtjes, si dhe në ndërtimin e anijeve ushtarake dhe trajnimin e forcave të armatosura. Në sektorin e mbrojtjes civile, Italia parashikon të ndihmojë Shqipërinë në modernizimin e sistemeve të emergjencave, përfshirë përdorimin e teknologjive të reja si satelitot, dronët dhe inteligjenca artificiale për monitorimin e territorit. Marrëveshja përfshin gjithashtu bashkëpunim në arsim dhe kulturë, me synim për të rritur shkëmbimet universitare, njohjen e diplomave dhe krijimin e programeve të përbashkëta kërkimore. Për të kontrolluar zbatimin e marrëveshjes, do të krijohet Komiteti i Përbashkët i Bashkëpunimit Itali-Shqipëri, i përbërë nga zyrtarë të lartë të dy qeverive. Ky organ do të monitorojë projektet, do të shërtojë problemet që mund të lindin dhe do të propozojë iniciativa të reja. Ai do të mblidhet të paktën një herë në vit dhe në punën e tij mund të përfshihen edhe ekspert, kompani, institucione dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Traktati do të ketë një afat fillestar prej 5 vitesh dhe do të rinovohet automatikisht për periudha të tjera 5 vjeçare, nëse asnjëra palë nuk vendos të tërhiqet. Një vend mund të largohet nga marrëveshja duke njoftuar palën tjetër 6 muaj përpara, pavarësisht objektivave të shumta. Qeveria italiane ka deklaruar se marrëveshja nuk do të kërkojë fonde të reja nga buxheti. Në 6 i traktatit përcakton se secila palë do të përballojë kostot e zbatimit sipas legjislacionit të saj kombëtar, përveç rasteve kur palët bien dakord ndryshe, ndërsa në projektligjin italian të ratifikimit thuhet se administrata do të përmbushin detyrimet duke përdorur burimet njerëzore, financiare dhe teknike ekzistuese, pa krijuar ngarkesa të reja për financat publike. Kjo është ajo që në Itali quhet klauzola e pandryshueshmërisë financiare, një formulim që synon të garantojë se marrëveshja nuk do të ndikojë në rritjen e shpenzimeve shtetërore, por pikërisht ky pretendim ka shkaktuar debate në parlament. Shërbimi i buxhetit të shtetit pranë Dhomës së Deputetëve, institucioni që analizon ndikimin financiar të ligjeve, ka vlerësuar se qeveria nuk ka dhënë informacion të mjaftueshëm për kostot e mundshme. Sipas ekspertëve parlamentar, marrëveshja përfshin shumë aktivitete konkrete që mund të kërkojnë financime, transferimin e personave të dënuar, trajnimin e personelit teknik dhe ushtarak, asistencën profesionale, shkëmbimet e ekspertëve, programet kërkimore, krijimin e katedrave universitare, mësimin e gjuhëve dhe organizimin e strukturave të reja koordinuese. Teknikët kanë theksuar se në marrëveshje të tjera ndërkombëtare, Italia ka paraqitur më qartë kostot e mundshme. Si shembull është sjell marrëveshja shkencore me Kostarikën, ku ishin specifikuar shpenzimet për aktivitetet universitare dhe kërkimore. Edhe marrëveshja e vitit 2023 për qendrat e migrantëve në Shqipëri kishte parashikuar një faturë
shkruar konkrete për rreth 700 milionë eurosh për Italinë. Sipas ekspertëve, në rastin e traktatit të ri, mungojnë vlerësime të ngjashme, përfshirë dhe kostot e funksionimit të Komitetit të Përbashkët Itali-Shqipëri. Qeveria italiane ka mbrojtur qëndrimin e saj duke argumentuar se shumica e masave të marrëveshjes janë të natyrës programatike dhe nuk krijojnë automatikisht penzime të reja. Në Komisionin e Buxhetit të Dhomës së Deputetëve, nën sekretarja e Ekonomisë Sandra Savino deklaroi se zbatimi i traktatit do të mbështetet nga burimet ekzistuese. Shkruan Pagella Politika, ajo krahasoi marrëveshjen me traktatin e bashkëpunimit Itali-Francë të vitit 2021, të njohur si Traktati i Quirinales, i cili gjithashtu nuk parashikonte kosto të reja, edhe pse atëherë teknikët parlamentar kishin ngritur pyetje të ngjashme. Sa i përket Komitetit të Përbashkët, Savino tha se shumica e takimeve do të zhvillohen online, dhe se në rastet kur do të kërkohen takime fizike, shpenzimet mund mbulohen nga fondet ekzistuese për misionet jashtë vendit. Kështu, marrëveshja Itali-Shqipëri vazhdon rrugën drejt ratifikimit, ndërsa në Rom mbetet e hapur një çështje thelbësore, nëse një projekt kaq ambicioz mund të realizohet vërtet pa kosto shtesë për shtetin italian.